Televizioni Syri dje ka raportuar për problemin e banorëve në rrugën Konferenca e Bojanit. Komuniteti i kësaj zone është ankuar për mënyrën e vendosjes së kuadranteve shpërndarës me njësor, prandaj edhe kanë kërkuar ndërhyrjen e institucioneve. Qytetarët ju mundësu një lëvizje pak më komode se jena një kohë moderne, kohë sikur po shohim që qytetet e tjera ngjaku pak duhet sidomos shërbimi inspeksioni me një fjalë me vizitu pak më tepër edhe me bashkëpunim, me mirë kuptim, me pronarët edhe ata që kanë vendosur ato me largu. Për këtë situatë nga keq sot i kanë komunikuar mediumit tonë se kuadrantet e rrymës janë vendosur me leje të komunës së Gjakovës dhe se bëhet fjalë për një projekt investiv. Kuadrantat shpërndarës me njësor të vendosur në rrugën Konferenca Bojanit në Gjakov janë pjesë e një projekt investiv nga KEC. Për shkak kemi edhe leje nga komuna e Gjakovës për realizimin e këtij investimi. Ky projekt parashë kalimin e rrjetit nga ajror në rrjetin toksor. Pas përfundimit të projektit, rëmanët do të mbesin në vend, derisa shtyllat e rrjetit ajror do të largohen dhe do të lirohen hapësirat publike për këmbësorët. Mirë po edhe përkundër kësaj përgjigje, qytetarët vazhdojnë të shprehin shqetësimin e tyre duke kërkuar që vendosja kuadranteve të mos pengojë lëvizjen e lirë të këmbësorëve në trotuare.